larg duart nga universitetet, shkollat, bibliotekat publike dhe gjithashtu nga aleatët tanë, nga Kanadaja, nga Ukraina, nga NATO, nga Bashkimi Evropian dhe nga tregëtia. Përsëri, larg duart nga kujdesi shëndetësor, vaksinat, kërkimi, por edhe nga punët nga fondet e pensioneve, nga karroca e blerjeve. Një listë kaq e gjatë sa Mari Stebbins, një bibliotekare 46 vjeçare, shkroi në tabelën e saj: "Kam shumë arsye për të protestuar dhe jo të gjithë përfshihen këtu." Ajo tund kokën e saj teksa thot: "Lëvizjet e kësaj administrate më indinjojnë çdo ditë, por kurrë nuk do ta imagjinoja çmendurinë e detyrave. Trump dhe Musk duan të varfërojnë të gjithë. Ata përdorin kaosin për të konsoliduar pushtetin e tyre." Pavarësisht ditës së ftohtë dhe shiut të rrëmbyeshëm, New Yorku nuk u përmbajt. Përkundrazi, shumë veta pikturuan parrullat e tyre anti-Trump dhe kundër Musk. Në Big Apple, të paktën 20.000 njerëz, por disa thonë më shumë, morën pjesë në atë që ishte vetëm një nga të paktën 1200 protestat që tronditën dhe zgjuan Amerikën dje, të cilës ju bashkuar 150 organizata, nga Greenpeace te fushata për të drejtat e njerëzit, së bashku me sindikatat dhe antarë të shumë të Partisë Demokratike. Mbi gjysmë milioni njerëz dolën në rrugë të bashkuar me sloganin e përbashkët: "Hands off", duart lart. Në fakt, për të protestuar kundër autoritarizmit të tepërt dhe programit të mbështetur nga miliarderët, duke mbushur ngjarjet e shumta të organizuara në 50 shtete, nga Bostoni në Minneapolis, nga San Francisco në Portland dhe në kryeqytetin Washington, ku në National Mall, vetëm disa hapa larg shtëpisë së bardhë, u mbajt protesta më e madhe. Por edhe në qendrat që zakonisht nuk tronditen nga protestat, si Ventura, Kaliforni, ku shfaqën 1.000 njerëz, dhe madje edhe në Fort Lauderdale në Floridën trumpiale. Është një popullsi e larmishme që mbush Bryant Park në zemër të Manhattan dhe më pas marshon në Madison. Gjen zërin e saj në luanët e gurtë të bibliotekës publike kombëtare, duke brohoritur: "Donald Trump duhet të shkojë. Ai duhet të shkojë." Duken të lehtësuar dhe të lumtur që kanë gjetur kaq shumë prej tyre. Sigurisht, shumë të rinj mbajnë maska kirurgjikale dhe jo për frikën nga gripi. "Jemi student të huaj. Protesta tashmë është e rrezikuar për ne, po përpiqemi të mos identifikohemi", thot Aldin, një egjiptiane, studente ekonomistë në Universitetin e New Yorkut, duke mbajtur në duar fletën ku ka shkruar: "Bashkëfaqësia është ngjitëse, por edhe guximi. Të rezistojmë." Nga stacionet e metros vjen një lumë njerëzish të vendosur për të marrë përsëri fjalën me tabelat e tyre të bëra vet. Shumë prej tyre dominohen nga pinguinët nga ishujt australian, Hard dhe McDonald, madje edhe ata që janë viktima të tarifave të Trump. Mark Suvillan, një profesor filozofie në pension i veshur me kostum dhe kravat, ka vetëm flamurin amerikan. "Nuk ka asnjë simbol më efektiv. Është Trump që nuk e nderon." 3 vajza strehohen në çadrat blu të Kombeve të Bashkuara. Shif flamujt e BE-s, Kanadas, Palestinës dhe Ukrainës. Një grup grash parakalojnë me pankarta blu: pro-Izrael, pro-paqe, pro-demokraci. Prindërit sollën fëmijë. Ata mbajnë vizatime në mbrojtje të shkollave publike. Ka edhe studentë të teknologjisë nga Universiteti i Fordham, larg duarve nga emigrantët. Është shkruar në banderolën e tyre. Dallohet tabela e Susan Dwight. A ju kujtohet poliomieliti? Mua jo. Jam një kërkues, një biologe molekulare. Fal Elon Musk sa po humba punën time. Shumë i bëjnë njehon frazave të shqiptuara nga senatori i New Jersey gjatë fjalimit të tij 25 orësh në Senat. Njeriu më i fuqishëm dhe më i pasur në botë përdor gajtan luftarak për të shkatërruar demokracinë. Në shkallët e bibliotekës publike të New Yorkut është vetë senatori Booker. "Ky është fillimi", përgjigjet ai menjëherë. Amerikanët do ta shembin së bashku murin e gënjeshtrave të Trump.